Nuk do t'jetë në fakt puna më e vështirë për mua, por për grimierën që do të merret me realizimin e make-upit të thjesht për përditshmërim të modeles son. Bëhet fjalë për Sarën, Sara Qamili, do të më bashkohet këtu në studio. Sara. Mirë se vjen e dashur. Komplimentet edhe ty për lukun, duke shumë bukur. Edhe ti në fakt ke realizuar një grim deri diku të thjesht, që mund të quhet edhe grim për përditshmëri, apo ti vetë nuk do ta bëjë për personalisht e adhuroj grimin tek vetja ime. Shumë rrallë mund të rastis që mund të dalë pa grim, ndoshta nga shtëpia, ndoshta për në punë. Mundohem zakonisht të fokusohem shumë tek grimi. Mundohem gjatë gjithë kohës të punoj me ngjyrat, të luaj me tonet e syve, me shkëlqimet, rrezikoj tek grimi. Dhe të jesh e freskët në pamje, por njëkohësisht edhe e grimuar. Pra të bëj pasionin e saj jo vetëm tek klientët, por tek vetja. Mundohem me shfaq në fillim tek vetja ime. Unë të ftoj të shkojmë tek këndi, ku kemi modelin që po na pret. Një vajzë shumë simpatike me tipare të ëmbla. Tani regjia më thonë nëse jam mirë këtu apo të lëviz. Çfarë ngjyrash mendon që të realizojmë tek modelja? Do mundohem sa më pak të punoj, siç e thave Visi pak më herët, që është pak e vështirë për ne grimierët që të punojmë sa më pak të mundemi, për të dukur sa më shumë natyrale. Tonaliteti tek syt mendon të jetë tek ngjyrat e tokës? Tek ngjyrat e tokës, po diçka tek bezha që të duket sa më pak prekja. Në rregull, atëherë unë të ftoj të fillojmë nga puna, edhe të realizojmë një grim sa më të thjesht për modelen, e cila pastaj mund të vazhdoj ditën edhe aktivitetet e saj të përditshmërisë, e grimuar. I kam vendosur hidratantin gocës për të pasur një përthithje më të mirë me fondatinën, dhe do mundohem shumë pak vetullën. Në fakt goca ka një vetull goxha të plot, nuk është se ka problematika në vetull, po thjeshta për t'i dhënë një prekje, një formëzim të plot. Sepse dihet që asnjë vetull nuk është perfekte, ka nevojë pak për rregullim dhe aty ku ka mungesa, le të themi, të plotësohet dhe të jepet forma siç i shkon portretit të saj. Në fakt ti e përmendej që në fillim duhet një hidratant, unë do rikujtoja që duhet në fakt edhe kremi i diellit. Unë personalisht nuk vendos gjithmonë hidratant, po pa krem dielli nuk dal asnjëherë, kështu që vendoset kremi i diellit dhe më pas aplikohen kremrat e tjerë. Është në varësi dhe të problematikave të fytyrës. Jo të gjithë e kuptojnë që kremi i diellit duhet përdorur. Të gjithë mendojmë se kremi i diellit përdoret vetëm në periudhën kur ne shkojmë verës në plazh dhe me idenë se po e mbrojmë fytyrën vetëm nga dielli që është gjatë verës. Jo, absolutisht unë edhe poshtë këtë gjë që këtë mendim të gocave në përgjithësi, duhet ta kuptojnë që kremi i diellit duhet përdorur si në dimër, si në verë, në çdo stin të mund. Lëkura do të jetë në një ngjyrë më neutrale edhe nuk do të jetë më nevoja aq shumë për një grim të rënduar. Sa më shumë njolla të ketë lëkura, aq më shumë nevojë ka për të kujdesemi ne për fytyrën, aq më të lehtë e kemi në momentin kur duam të dalim nga shtëpia edhe mos të përdorim një fondatin, mos të përdorim një krem pudër. Duke qenë se dhe sot kremrat kanë avancuar, kemi produkte pa fund në treg, nuk është më e nevojshme që ne të përdorim një fondatin shumë të fortë, shumë mbuluese, sepse mund të përdorim thjesht një baby cream që mund të na mbulojë ato defektet, për shembull si tek rasti i gocës, ka nevojë shumë pak për një baby cream edhe është shumë okay. Nuk ka nevojë të përdorim më fondatin si është përdorur dikur në një masë shumë të gjerë. Mbaj mend në periudhën kur unë mund të kem qenë në gjimnaz, gocat gjatë gjithë kohës i shikoje me një fondatin full të mbuluar, i shikoje me një make-up që nuk e di, domethënë kur e mendoj sot. Të ngarkuar shumë. Po. Duke filluar me syt, me buzët, por edhe me lëkurën, me kremra shumë të ngarkuar. Po tani besoj se janë duke marrë goxha informacione mbi trajtimin e fytyrës, edhe i shoh gocat që kanë shumë njohuri mbi pjesën e mirëmbajtjes së lëkurës. Janë shumë të informuara, është e vërtetë. Nuk janë më të fokusuara tek fondatina në një masë të madhe. Besoj të vinë edhe me ide të qarta për të grimuar, që shiko këtë syrin e dua kaq, peneli më shkon, nuk më shkon, tonalitetet më shkojnë apo jo. Është e vështirë të punosh tani. Është shumë. Tani, meqense jemi tek grimi i ditës, po vendos një shumë pak një stres të lehtë, fondatine. Po sepse hidratanti që i kam përdorur gocës, ma ka bërë goxha
të butë bazën e lëkurës. Në fakt, vendosja e një kremi e përmison shumë duken e fytyrës, sepse normalisht neutralizohet pjesa e lëkurës, është në një ngjyrë dhe më pas mund të vazhdojmë me rimel ose me një shkëlqyes. Çfarë elementesh sugjeron që të përdoret përveç pjesës së kremit pudër fondatinës? Në rastin e make-upit natyral që unë do realizoj sot, normalisht rimeli është kryesore. Do punoja vetëm pak fare me pjesën e kontureve, ndoshta në rastin tonë goca ka një aparencë të rregullt, nuk ka shumë problematika në fytyrë, për shembull hundën ose pjesën e mollzave është. Pra nuk ka nevojë shumë për konturime. Nuk ka nevojë për konturime. Dhe kjo është diferenca midis make-upit natyral dhe atij të make-upit që ne mund të bëjmë për evente, sepse make-upi natyral të merr më pak kohë, të paktën në shtëpi, të merr më pak kohë dhe nuk ka nevojë që ti të fokusohesh shumë tek ngarkesa dhe tek rëndesa e tjera. Fokusi tek make-upi natyral, ku duhet jetë sipas teje? Tek buzët, tek syt apo vetëm tek lëkura? Në përgjithësi duhet të jenë të gjitha gjërat minimaliste. Duhet të jenë shumë minimaliste. Po në rastin për shembull ka zonja dhe vajza që zgjedhin të mos bëjnë make-up në asnjë pjesë të fytyrës, vetëm të lyejnë buzët. E sugjeron? Ndoshta aty e ndjejnë buzët qoftë me të kuq, qoftë një kafe. Ndoshta aty e ndjejnë të nevojshme rastisht shumë në përditshmëri me këtë gjë. Mund të lyejnë vetëm pjesën e vetullave dhe komplet fytyrën e lënë. Edhe më duket si diçka e paplotësuar, mua personalisht. Nuk më duket si diçka që ndoshta do shtonte mund të vini make-up. Ngjyra dukes, gjallëri pak, por nuk është një make-up i mjaftueshëm. Po sepse në momentin që buzët i bëjnë të kuqe, edhe vetullat i lënë natyrale, sidomos në rastin kur kam rastisë me persona që mund të jetë bjonde në natyrë, edhe i bën buzët e kuqe, vetulla qërpik nuk ka hiç, nuk e di domethënë. Meqense përmendë pjesën e bjondeve, është më e thjeshtë për të realizuar një make-up përditshmërie tek një bjonde apo tek një brune? Cila ka më shumë nevojë për grim? Nuk do më pëlqente ti ndaja specifikisht se kush nga të dyja rastet ka nevojë më tepër për grim. Kjo është në varësi të tipareve që kemi, sepse vërtet mund të jesh bjonde, po vetullën e ke të rregullt. Qerpikët mund t'i kesh ndoshta në kaf, po i ke të gjatë edhe të plot. E vërtet qëndron. Ndërsa tek brunet normalisht është pak më e thjeshtë si gjë, po varet gjithmonë tek tiparet, mendoj unë. Nuk mendoj se duhet të bëjmë dallime midis bjondeve ose bruneve. Jo, në përgjithësi vajzat e kanë këto që shprehen kur janë bjonde që nuk mund të dalin dot pa grim fare, sepse ngjajnë, termi që përdoret është që ngjajnë si pajet, pra ngjajnë si të zbeta edhe duket sikur mezi po qëndrojnë, si anemike. E kam përmendur edhe më herët faktin që momentin që po bëhen vetullat në një masë shumë të gjerë, buzët po ashtu, po bëhen gjitha këto ndërhyrjet estetike, grimi paka shumë po del jashtë, mund them pak jashtë mode. Dhe vërtet. Sepse që gjitha këto po bëhen dhe janë gati, nuk lodhen më tani duke munduar të bëj make-up të lyej qerpikët, sepse s'ka nevojë. Ajo shkon edhe i bën extension, i vendos, i bën një laminin vetullave dhe është okay. E vërtet. Është zbehur. Është zbehur, me thënë të drejtën duke përdorimi i rënd i make-upit, por gjithsesi vajzat realizojnë make-up të përditshëm. Në rastin konkret, ne jemi tek pjesa e lyrjes së qerpikëve, që duhet thënë modelja jon pas ka qerpik të gjatë. Po. Goxha të gjatë. Janë të rralla rastet që shikon. Nuk është në natyrë, të themi brune. Po. Por qerpikët i ka të gjatë. I ka dhe të kthyer madje. Po, të gjatë të kthyer. Dhe pas qerpikëve do të vi momenti kam përshtypjen e buzëve apo jo? Po, mund t'i kaloj pak gloss te pjesa e buzëve. Do të vendosësh në një ton tek syt apo mendon që është mjaftueshëm? Ka vendosur vetëm shumë pak ngjyrën bezh. Nuk e di se sa e dallueshme është. Ke vendosur? Ka vendosur shumë pak. Dhe pjesën e konturimit në këtë rast do ta realizosh apo mendon? Jo, vetëm do t'i vendos pak ngjyrë pink.
pjesa e faqeve. Pak blash, si që quhet. Që të realizohet pak pjesa e duket më me ngjyrë dhe më me jetë fytyra. Është kthyer përsëri në trend pjesa e blashit, ka qenë një periudhë vetëm konturimi në mod trend, realizoi një konturim i theksuar, ndërsa tani është zbehur pjesa e konturimit dhe është kthyer blashi në disa raste edhe ekstrem. Pra ka persona që bën një blash të theksuar. Kjo varet se sa duan të eksperimentojnë dhe varet edhe normalisht se sa i shkojnë. Atëherë i kam kaluar një rozë shumë të lehtë. Atëherë kjo është lipi im personal që nuk mundem të dal pa të. Vërtet, në fakt, shkëlqyesët janë një nga elementet e preferuar të vajzave, se cila prej nesh ka disa në ngjyra të ndryshme, në nuanca të ndryshme. Të ka ardhur ndonjë vajzë, ndonjë kliente që ka kërkuar të përgatitet për një event ose për një event familjar ose social tjetër dhe ka kërkuar një grim shumë të thjesht, apo të gjitha vajzat kur shkojnë në për evente janë fokusuar në grim të plot, e të theksuar? Po, shpesh ndodhë që vine dhe thonë dua diçka sa më minimaliste. Disa e kanë nga eksperienca në një make-up artiste tjetër. Ndoshta e kanë kërkuar diçka shumë të thjesht, po e kanë egzageruar. Mendoj se disa e kanë nga frika asaj që kanë kaluar. Pra, kanë frikë nga sensi masës së vajzave të make-upit. Mendojnë që nuk kanë sens masë. Madje ka qenë një problem në një periudhë kohe për mua personalisht, sepse ishin shumë të traumatizuara nga ajo që kishin kaluar. Edhe thoshen sa më pak. Mendoj se duke vendosur sa më pak fondatin, nuk po duken që janë të grimuara. Mendoj se duke përdorur ngjyra natyrale, ndoshta pak të errta që unë t'i them e ke syrin të vogël, duhet ta sistemojmë duke e zgjatur bishtin, është e pamundur t'i bindesh. Jam detyruar shpeshherë të bëj psikologën me to ndoshta 10 minuta, duke i thënë shiko se e ke mirë, derisa të vinë edhe 2-3 shoqet saj t'i thonë që shiko se e ke mirë, atëherë për atë është dukur mirë. E vërtet, se ndonjëherë është ky koncepti që ajo çka ti sheh në pasqyrë në fakt nuk është ajo çfarë reflektohet nga të tjerët ose si del në foto, dhe kanë gjithmonë frikën se mos ndoshta ti je duke ja bërë qefin thjesht për të kryer punë, por jo. Fakti që mund të keni një eksperiencë të keqe nuk do thotë që çdo grimier bën të njëjtat gabime ose e trajton imazhin njëjtë. Atëherë, e shoh që është pak e paplot pjesa e syrit e goca, do t'i vendos vetëm me një fushë të tillë. Po realizon një tip peneli të lehtë, nuk është penel të lehtë, realizuar me ton në ngjyrë të zezë, besoj ose kafe të errët, por që është i zbehur shumë, i sfumuar. Sa për të rritur pak furçën e vetullave. Sa për të krijuar pak elementin e syrit të tërhequr edhe për ta plotësuar syrin. Vajza ka një sy të madh, me sa dalloj unë. Dhe normalisht që mos të duket si bosh, japi pak atëherë është vendosur pak elementi i bishtit të syrit. Kam përshtypjen, jemi në përfundim, realizuam sot tek modelja një grim të lehtë për përditshmëri. Sa do të rekomandonim ne që të vendosej në përditshmëri? Produktet që duhet përdorim patjetër të janë rimeli, shkëlqyesi dhe një krem i lehtë në varësi normalisht të lëkurës e të problematikave tona. Një krem dielli që njëkohësisht mund të jetë edhe cover. Tani po vendos vetëm pak pudrën fiksuese, që çdo gjë ta ke mat. Me një pudër fiksuese, sepse normalisht grimi i përditshmërisë duhet për një kohë më të gjatë, për disa orë, mund të zgjasë edhe 8 orë, 9 orë, për dikë që është edhe në punë. Dhe përfunduam sot, ju falenderoj të dyave, ty për një punë të shkëlqyer dhe modeles tonë, që ishte një modele perfekte, ideale, as nuk lëviz ishte dhe për t'i paret që ka, komplimente. Ju falenderoj të dyave dhe ndërkohë unë i ftoj miqtë tanë që të ndjekin edicionin informativ dhe të rikthehen tek ne pas pak.